Fodës me Fodën. Edhe tu ditë që edhe Foda është profesionist i vërtet dhe di saktësisht se çfarë skuadër tashmë ka në durët e saj. Mos harrojmë që e kemi një sulm vrasës para portave kundërshtore, kur duhet t'ja jap edhe një ekskluzivitet këtu që Aslani Fisniki do thotë, është do thotë sipas medjave që kam lexuar që te Barcelona është i interesuar në Barcelona, por realisht nuk ka diçka shumë konkrete, po për kitazi disa lajme. Interesimin kryesor që ka Dortmundi dhe Bayerni Munich. Edhe mos harrojmë se Foda këto anuat dhe e dini dhe ka kolegët e vet atje, që unë jam informuar nga burimet jo shumë zyrtare, po të afërta me disa njerëz që punojnë këtë punë, që interesim konkret për Aslanin ka Bayern München edhe Borussia Dortmund. Barcelona lihet jashtë? Barcelona nuk lihet jashtë, po Barcelona ka një lloj interesimi, po nuk është interesim konkret. Konkrete ka vetëm për Bayernit edhe Dortmund. A kanë filluar bisedimet, negociatat për një gjë të tillë me këto dy ekipet gjermane? Sigurisht që kanë filluar. Diçka është në fazën fillestare, po mbetet më pa që unë besoj që më shumë do të përfundonte Dortmundi. Më shumë përfundonte Dortmundi. Edhe më mirë. Kampionati gjerman. Federata nuk ka bërë me dije kushtet e kontratës diçka se përket Franco Fodës. Ajo s'janë bërë me dije, ka pas zona për pagën e tij, po që s'janë konfirmuar asnjëherë prej zyrtarëve. Kanë qenë rreth 2 milion apo? Ka pas veç me nënshkru, s'ka pas nevojë me fol për. Se po thu që Veç me nënshkru, ja? Veç me nënshkru. A disa të garë puna si të zhjua? Për Fodën. Normal, suksesit Po besoj që po halo s'kena arrit diçka sukses, apo të jena të rrit, po sukses halo s'kena arrit. Nëse shkojna në play-off, do të konsideroj si sukses, po na rrezikojna me hup edhe vendin e dytë nëse volëm në Ales. Shumë mirë që ju ka